akoma më i madh, ndoshta e paralajmëruar edhe nga ministria, e cila kërkonte mos mbante përgjegjësi për veprimet e policisë. Dhe si shihet nuk kursejnë as orët e shenjta, as minutat e shenjta, nuk kursejnë as njerëzit, nuk kursejnë as selin e Partisë Demokratike, është shprehje në fakt e frikës dhe e panikut që i ka kapluar. Dhe ju e shihni qytetarët që ndrojnë, duan ta çojnë deri në fund protestën e tyre dhe nuk i pengon as gazi dhe as agresiviteti i kësaj policie që qartazi nuk është më policia e qytetarëve. E ka deklaruar me gojën e vet ministra. Kjo është policia e Tiranës, policia e qeveritarëve që duan të ruajnë privilegjet e tyre. Do të reaksioni gjatë sotme apo mund të themi që protesta është mbyllur? Është duke vijuar, nuk ka ndonjë fjalim për mbyllës, kështu që ju mund t'i filmoni, mund t'i xhironi, një pjesë e madhe janë aty jashtë, të tjerët janë në pjesën e parlamentit, ndërkohë që edhe njerëz të tjerë nuk duan të largohen, duan ta vazhdojnë, sepse duan të shprehin zemërimin dhe revoltën e tyre. Ja do të shëllimi protestat ditën e sotme? Protestat janë vazhdim në një procesi protestash dhe duke qenë se kjo ishte akoma më madhe, më fort se protestat e tjera, e realizuar në pak ditë në distancë nga data 10, tregon qartasi që frekuenca është duke ushtuar, qëndresa është duke ushtuar, qytetarët janë gatshëm ta vazhdojnë dhe patjetër ne lexojmë të dëshirë qytetarëve, të protestë dhe revolt tyre dhe do vazhdojmë të shtojmë frekuencën duke kaluar pastaj në atë qëndrueshmërinë totale për të arritur qëllimin kryesor që kanë protestat apo që ka procesi i protestave. Faleminderit. Faleminderit.